Duke qenë se kryeministri I ka dhënë prova që na ndjek live, do doja ti përcjellja një mesazh. Zoti kryeministër, nuk është turp dhe dobësi të dorëhiqesh, por është turp të vjedhësh lekët e ilaçeve. Është turp të mbrosh të korruptuarit e të mbrosh kriminalët. Është turp të dhunosh protestuesit teksa pretendon se do integrohemi në Bashkimin Evropian. Por fatkeqësisht ju nuk keni turp. Ju nuk keni turp se jeni dobët. Dhe turpi është joni që të kemi ty për kryeministër. Dhe ne jemi këtu derisa ti të largosh. Kjo protestë ka nisur jo si të tjerat dhe do mbaroj jo si të tjerat. Nuk është shëtitje, nuk është ekskursion, nuk janë xhiro me autobusa, nuk paguhen sanduiça. Këtu vinë vetëm guzimtarët, vetëm qytetarët që do ja dalin ta heqin. Mbeni natë kur sa herë që ne ngrihemi dhe protestojmë apo ngrihemi për të thënë fjalën tonë, kryeministri na ve përpara estetikën. Deputet të Partisë Socialiste na tregojnë se si ne kemi bërë pis bulevardin apo kemi shëmtuar fasadën. Dhe na tregojnë se që të futesh në Bashkimin Evropian duhet të rishurt, duhet të mbash etikën, duhet të mos bësh pis bulevardin dhe mos ta shëmtosh. E vërteta është se fasada e ngritur me lekët e korrupsionit është shëmtia më e madhe. Dhe në Bashkimin Evropian nuk futesh nëse nuk mbron të drejtat tua. Kështu që faleminderit edhe një herë dhe ne nuk ikim derisa të I tikësh.